Personat e dënuar me burgim nga dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hagë mund të vuajnë dënimin në Belgjik. Marrëveshjen për këtë, dhomat e specializuara ka njoftuar se kanë arritur me autoritetet belge më 12 qershor. Kryetarja Ekaterina Trëndafilova nënvizoi se zbatimi i dënimit është thelbësor për një sistem gjithëpërfshirës dhe efektiv të drejtësisë penale ndërkombëtare. Ajo shprehu mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës për dhomat e specializuara dhe theksoi: me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, Mbretëria e Belgjikës riafirmon përkushtimin e fuqishëm të saj ndaj drejtësisë penale ndërkombëtare dhe aftësinë e dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer mandatin e vet. Trëndafilova ka ftuar gjithashtu edhe shtetet e tjera të ndjekin shembullin e Belgjikës për nënshkrimin e marrëveshjeve të ngjashme, siç ka thënë për fuqizimin e kornizës së dhomave të specializuara për zbatimin e dënimeve. Ndërsa përfaqësuesi i Belgjikës ka folur rreth mbështetjes së shtetit të tij. Shefi i autoritetit qendror të Belgjikës deklaroi: me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje dëshirojmë të shprehim mbështetjen e Belgjikës ndaj DSK-s dhe drejtësisë ndërkombëtare në tërësi. Me këtë marrëveshje, Belgjika tregon angazhimin e vet të palëkundur ndaj funksionimit të plotë të DSK-s, sipas marrëveshjes midis BE-s dhe Kosovës. Deri më tani, gjykata speciale ka dënuar për akuza të ndryshme Saleh Mustafën, Pjetër Shalën, Sabit Januzin, Ismet Batiarin dhe Haxhi Shalën, ndërsa Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucati ishin liruar para kohe me vendime të modifikuara nga kryetarja e gjykatës Ekaterina Trëndafilova. Kurse në proces të gjykimit janë ish krerët të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.